Hetimet për zhdukjen e 34 vjeçarit e Glend Koçi kanë çuar policin drejt dyshimeve se bëhet fjalë për një krim të rënd. 5 ditë pas kallëzimit të familjarëve, grupi hetimor ka mbledhur prova që sipas burimeve zyrtare kryejnë bindjen se i riu mund të jetë vrarë edhe më pas trupi i tij të jetë fshehur. Pista kryesore e hetimit çonte Armand Shaka, i konsideruar mik i afërt i viktimës. Ai ishte shpadur në kërkim ndërsa autoritetet po punojnë për lokalizimin dhe arrestimin e tij. Në pranga ka përfunduar edhe Enea Zyferi, i cili dyshohet se ka ndihmuar në fshehjen e ngjarjes. Sipas hetimeve, ai ka qenë pranë vendit ku dyshohet se është kryer krim dhe mund të ketë pasur dieni për lëvizjen e autorit të dyshuar. Pamjet e kamerave të sigurisë kanë luajtur një rol kyç në rindërtimin e itinerarit të 34 vjeçarit. Nga verifikimet rezulton se ai ishte parë për herë të fundit në zonën e bulevardit Jeanne d'Arc, pra një ambienti të lidhur me të dyshuarin kryesor. Sipas hetuesve, pas hyrjes në atë zonë, Koçi nuk është parë më të largohet. Kontrollet në terren dhe analiza e provave kanë ngritur dyshime se pas ngjarjes është përdorur një automjet për të transportuar trupin. Ndërkohë, policia dyshon se janë ndërmarrë edhe veprime për të humbur gjurmët e krimit. Një prej tyre lidhet me zhvendosjen e motorit të viktimës nga zona ku dyshohet se ndodhi ngjarja drejt zonës së 5 Majit, ku mjeti u gjet disa ditë më vonë. Aktualisht forcat e policisë po zhvillojnë kërkime në zona të ndryshme të periferisë së Tiranës me qëllim gjetjen e trupit dhe sigurimin e provave të tjera që mund të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të ngjarjes. Edhe pse 34 vjeçari rezulton i punësuar në një biznes mobilierie, hetuesit po verifikojnë informacione që e lidhin atë me aktivitetet në fushën e kriptomonedhave. Kjo mbetet një nga pistat ku po përqendrohet hetimi për të kuptuar motivin e mundshëm që çoi në zhdukjen dhe vrasjen e të dyshuarit të tij.